Jemi rikthyer në She's on Air Top Albana Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Ju kemi premtuar që gjithmonë do kemi të ftuar shumë interesant dhe sot kemi Mariusin dhe Vlorën, konkurrent të përputhen. Mirë se erdhët në She's on Air. Përpara se ne të futemi në biseda të thella se ju keni pasur takime më përpara, tani keni disa zënka, sikur nuk shkoni shumë mirë, po të vini re janë pak larg nga njëri tjetri. As nuk u përshëndetën me njëri tjetrin. Unë këtu që i kam këtu afër. Por përpara se të futemi në këto ribashkimet që ne dim të bëjmë shumë mirë, kemi në video call Manushin me grupin e të guximshme. Ata ndodhen në Divjak, prisim ja ku janë. Grupi! Ndetje! Nuk i dëgjojmë fare. Po si shkoni ju në Divjak pa mua, mora? Po qa mjeti sot. Ku e kam Egin? Egi! Zera ime! Egi, shiqur që po të shof nga kamera, në kamar malli. Arsitu, Ma se vetëm me të mërë të mirat. Ej, mua më kishte marrë malli Stelina, Armela, Irin, Ardit. Na tregoni Në shizot doshin, dhe që të ndoshela. Stela! Përshëndetje të gjithëve. Imi dhe jurgëni. Ka makinat, ka restoranti, ka gjërat. Një gjështë e rëndësishme. Të guximshmit punojnë 24 orë. Dhe kush thot që këtu nuk punohet, dhe pushkoja në ajri kameramanin. Ai qërori! Kjo është puna që duam. Përshëndetje të keni kameramanin Ka kolegë, në duam, punoni dhe për ne. Kjo është puna që duam. Kaftoni familje, t'jeni mirë. Happy Joe. Hey, fuck Happy Joe. Porosi për gopsën. Amanet. Gabri, Manush. Shumë bukur Stelina të shkojnë shumë flokët ashtu. Kemi këtu në studio Mariusin dhe Vlorën dhe kemi këto Irin dëgjoj këtu se me ty po flas. Mariusi dhe Vlorën. Gjoni. Për të guximshmit. Bravo. A mund të bëni përshëndetje për vajzën dhe djalin e përputhen? Vazhdo shpirt. Ju përshëndes! Ju presim të guximshmi! Ju duam shumë. Një putje për Lilian! Ju shpirt. Ina Goca. Ju duam. Hap një syt andej të pylli Divjakës, se humbis Nikolaj. Ikrim në kohën e Sonja! Ishtin kokës dhe punoni aty se jeni bërë qa birikine. Hajde! Qa ishte kjo I një momentit në radio, ta dine. Ore, mos i hani gjitha. Na prisni. Ne, për zotin, unë pas kësaja direkt me vrap tek ju do vi. E kupton të shkojnë ata në qytetin tim, atje në Lushnjë e s'më marrin mua. E po kemi nevojë edhe ne për ty. Gjithsesi ne i japim miropafshim grupit dhe ta shijojnë këtë, jemi shumë xhelozë, është e vërtet, por do jenë ata më xheloz kur të shohin bisedat që ne do bëjmë këtu. Te guximshmit është çdo të shtunën e orën 12:45 në Top Channel, kështu që ndiqni dhe të guximshit sepse jemi gjithmonë ne. Tani të rikthemi pak te ata. Si fillim do doja t'i kërkoja vetëm të afroheshim pak me njëri tjetrin se të dëgjohen. Nuk e dia dini që ne kemi kthy çifte, kemi pajtu çifte. Kjo ka një atmosferë, një energji shumë të mirë në këtë studio, kështu që unë pa arrit në një paqe të paktë në fund të këtij. Po mirë. Ne do ta fillojmë, mendoj se do t'i kalojmë të gjitha këto fazat tona, po si fillim është si ka qenë deri më tani eksperienca juaj në përputhen. Ishte eksperiencë, me thonë. Duket sikur keni 2 metra aty në mes. Po, mirë është kështu. Të futem unë aty në mes, nuk Po Vlora, eksperjenca jote në përputhen? Herë mirë, herë keq. Pse keq? Qa të mundon ty? Ta çunat aty. Ta prishin qefin duket. Po çunat më shumë. Ishin duken sikur pa pjekur. Të papjekur. Ishte kujnë Edhe Mariusi? Gjithë me Mariusin. Marius, ke diçka për t'i thënë Vlorës? Jo, më Vlorës kam asgjë për t'i thënë. Eksperjenca ime dhe përputhen shumë e bukur, shumë e mirë, jam shumë i gëzuar, shumë i lumtur për Zotin, shumë gjëra të bukura më kanë sjellë përputhen, ndërsa sa për Çfarë gjërash për shembull? Po, edhe shumë gjëra, domethënë
pozitivitete nga njerëzit jashtë, nga njerëzit domethënë që janë në qarkullim, nga publiku, se publiku nuk është budallënin, ata të gjithë i shohin gjërat dhe i analizojnë shumë mirë se kush është i rritur, kush është i vogël, kush merret me fëmijë atje, kush merret me adoleshenta, kush merret me burra. Domethënë i gjykojnë këto gjëra, i shohin, kupton? Dhe po mos më quash mua burr, nuk e di kë do qush tjetër burr. Vetëm që si e burr. Çfarë mendimi ke për Vlorën? Mendimi për Vlorën, më kanë marrë ca miq telefon nga Vlora dhe më kanë thënë thuja se vajzës ndroje emrin se Vlora përfaqëson flamurin ton edhe janë ecin si në det edhe unë që jam nga Vlora do të them Marius që kjo ka emrin më të bukur. Mirë, ti që je nga Vlora dhe ke mendimin tat, po unë përfaqësoj domethënë atë që më thanë miqtë e mi. Mirë, Marius, do ndalem pak më mirë te kjo ti the pos më the mua burr, nuk e di kë do quash, çfarë të bën burr ty? Çdo gjë, karakteri, qëndrimi, serioziteti. Po nuk të bën burr kur ti fillon dhe ofendon një femër. Unë s'kam ofenduar asnjë femër aty, unë kam dhënë thjesht mendimet e mia që ato më kanë treguar një pasqyrë shumë të shumtut. Për Vlorë nuk është se kam ndonjë gjë të keqe për të thënë ose ku dëgjon. Nuk ka Vlora për ty, Vlora çfarë mendimi ke për Mariusin? Po, okay, me që të gjitha gocat për ty kanë qenë shumë të këqija si mendon ti dhe nuk t'u ke kthyer në atë monedh po e zëm, pse po rritin atë program? Po pse akoma ka shpresë t'i kthej tamam ashtu siç duan. Ke shpresë? Po, t'i jap edhe çik mësim. Ti jap, nuk ka lidhje me një vajzë tjetër. Edhe ti do mësosh. Jo, nuk do më mësu. Jo, ke për të mësuar se edhe mësuese faktikisht unë shpresoj të mësoj ti nga unë, po. Jo, më mësu nga ti. Ose unë nga ty, me thënë drejtën. Vlora, më trego çfarë mendimi ke për Mariusin? Në fillim kam pasur shumë mendime të mira për Mariusin. Afro pak lutem te mikrofonin për të dëgjuar. Në fillim kam menduar shumë gjëra të mira për Mariusin. Biri. Faleminderit Marius. Dhe u tregu me fjalët e tij se u kon burr. Ama në vazhdim, komplet ndryshe. Çfarë se bën burr për ty? Kënë fillim, më duket se është sikur një tip love bombing. Ti vën gjitha, ti thot gjitha, veprat i ka fix. Dhe ne do me thënë ka fjalët dhe jo veprat. Jo, i ka pas edhe veprat. Okej. Ama as çka ka premtu, nuk i kam vajt. Ama ne dëgjojmë vazhdimisht që ne si vajza i sulemi një djali që është ofendues, po nga ana tjetër një vajzë nuk ka fjalë më ofenduese se ti thosh një mashkull që ti nuk je burr. Dhe s'duhet ta përdorin fare me këtë kartën, se është shumë e shëmtuar për mendimin tim. Mund ta përdorësh në momentin që jo, pse e përdor? Nuk jam atë ti burrërin aty tjetër. E mas burrërin në mënyrën se si ai qaset kundrejt meje. Në qoftë se ti je një burr i denj dhe mund ta mbash këtë fjalë në shpatulla, është fjalë shumë e madhe për ta mbajtur ashtu siç duhet. Kështu që kundrejt një femre mund ta tregosh në mënyrën më të pastër dhe më të mirë të mundshme. Ju jeni të dyja shumë edhe ti ke shumë të drejtë edhe ti ke shumë të drejtë. Të dyja fjalët që thatë qëndrojnë. Thjesht duhet ta dish kur ta përdorësh atë lloj fjale burr dhe jo burr. Dhe për Vlorën un kam qenë më shumë se një burr në aspekt të fjalës sepse e kam mbështet. Mendon te. E kam deri në momentin që unë spranova çfarë don ti, tani e ofendu. Çfarë nuk e pranon? Po pra që ta kuptojmë gjithë këtë energjinë tuaj kaq negative me njëri tjetrin. Çfarë ka ndodhur që ju ka sjell deri në këtë pikë sa nuk po duroheni dot fare, domethënë ndihet kjo energji. Tani doli një telefonat. Çfarë ka ndodhur? Një vokal, voice note. Një vokal. Që nga sa gjë shëmtuar është që unë të shpjegoj diçka që ti kishte keq kuptuar. A mund të flas të lutem? Jo, se nuk është saktë. As mund të flas. A mund t'ulem anteju një lutem? Po, ishte shumë më mirë. Ishte shumë më mirë. Nuk e di se si ma shtum, jep alergjik për nama. Nuk e di, për zotin. Okej, mendoj se je ulur fiks aty. Te doktoresha. Fiks aty ku nuk duhet. Tani jemi. Më mirë duroj juve të gjitha se sa një që s'është reale. Okej, me këto ndryshime spontane. S'u shikojeni për Ta ballë. mendoj njerëzit që këtu ndodh çdo gjë spontanisht, ja dhe atruj do të çohej ndroj vend. Ne do të kemi një shkëputje të vogël publicitare që të sistemojmë pak fundet ashtu siç duhet të paktën dhe do rikthehemi pas pak dhe do ta shtillojmë mirë këtë bisedën. Kështu që rikthehemi pas pak.